Përshëndetje miq të emisionit ton Pit Stop. Jemi te shtëpia jon Boksarale në Tiranë, te Klani. Aty që ndrojmë. Afër meje kam një çun që me gjingallat e tij dhe me gjithë ato zogjt e gjëra që ai Ciceron e bën gjithmonë. Jo, është in për erë, kasë. Aja dhe herë këndoj, po më pëlqej dhe kjo Ciceroi, kur i kemi vënë një tingull zogjve, pse jo, edhe unë sot jemi zogj i vogël. Po si sa zogj kemi re? Edhe kjo frymë zojt po? Po. Po, këta janë familjarët e mi zogj. A dëgjove kjo është tezë ime më duhet prit? Ja të Allah, është çuni tezë. Sidomos lak, mirë se erdhën Pit Stop, sidomos kur të ketë afër inspirohesh vetvetivo, nuk e di pse ke një energji ashtu. Të vjen natyra, të vjen ajo gjë. Të vjen, nuk e di pse. Është energjia. Është pra e rezultoi atë që ndonjëherë. Te un po, e bëre. Shumë mirë. Sa po? Atëherë vazhdoj. Në Pit Stop ne ndaluam këtu, më lër vetëm që unë të ndroj pak gjurin se kam probleme. Ke probleme? Po jo, nuk kam asnjë probleme, këto janë gjëra që do të shpikim. Astro, është era parë që të kam në një nga emisionet e mi. Unë të dua që një ndarë me... Dhe ta dish unë të kam ndjekur, edhe pse jetë Klan Maqedonia, edhe pse domethënë distanca, por të kam ndjekur. Po prap. Jo të gjithë personazhet i kanë pëlqyer, megjithatë kjo është puna. Çfarë bën tani? Ti këto mua sot, unë të thoj nesër, kështu i. Ti s'e puna, ndonjëherë s'na pëlqejnë gjërat, po i pëlqejnë tjerëve. E drejt, pse po më thua tani ta kthejmë intervistën, po më thua që ka pas shumë intervista në cilat s'kan pëlqyer ty, por për hir të audiencës si datë. Po, e ke bërë. Mendoj se ta thosh ti jo, por jo. E ke bërë dhe bëj vazhdimisht. Edhe do e bëj, se s'kemi çfarë të bëjmë tani. Se ndryshe nuk na lan ata tani 2 milion eurosh me një han paktën. Ka fjalën për ta prindërin. Po ç'do thonë ata? Nuk kemi as djali princip atje të Anglisë, as Danimarkës. Po principatët do ta ndërtojnë vetë. Po mundohemi deri tani, po na ikën ca vite. S'ka problem ta këto, jemi optimist. Unë jam vetëm 22. Varet se sa ndihesh për brenda. Po jo, edhe unë 18 vjem, po edhe unë kam një ca aty afër ti. Çi kam më madh se ty pra. Po prandaj tash do flas ti para. Qëse më trego është era parë që të kam për shikuesit në Maqedoni, besoj ke dhënë intervista për shqiptarët Maqedonisë. Shiko, kam dhënë, po ka vetë ka shumë vite. Ka shumë vite. Unë e di që ti ke adhurues, ke goxha atje. Ashtu. Po, ka ngelur. Me kokra apo ka ngelur? Jo, nuk është puna ka ngelur me kokra, po sidomos tek ai rrethi artistik i imi që kam atje, shpeshherë kur kemi biseduar, kemi folur me ta. Çiko, ti je ka dalë edhe atëherë nëse gjithë ata shoqërisë tënde janë si ty, atëherë i bie që të keni farë fonoteke të rëndësishme në atë që ka dëgjuar. Kështu që mendoj që ndoshta kam ngelur te pjesa aty që kanë qef pak më shumë ose janë njerëz që merren me artin, po normale. Se pastaj kaloj një makinë, s'ka gjë, makina kalojnë, njerëzit kalojnë. Kjo është e bukur e jetës. Gjërat kalojnë vizin. Neve ndonjëherë dhe po të ngelim aty të tjerëve nuk i intereson. Si shem edhe te kënga Hero, ai rikthimi të tufarëve, kalo. Sepse heroi pikërisht dolëm aty ku do dilnim avazh me muhabet. Jo, s'do. Unë di se do marrësh pjesë është rikthyer grupi? Është rikthyer grupi në festival, ka dalë emri lart e poshtë. Po, jo, ka dalë nga festivali një herë. Pastaj edhe lart edhe po ka pastaj doli fillim aty lart. Doli festivali, le të çuam materialin, çuam të gjithë të dhënat për të konkurruar në atë festival. Do të që jemi tek pjesa finaliste, pra 2 letë edhe natës finale shpresoj. Është një rikthim që është bërë me qef, me pasion dhe pa kompromis. Sepse nëse unë gjithë kohë mbajta vazhdimsinë të bërit e qenit në skenë, 2 çunat e tjerë të grupit nuk ka qenë aktiv, Reni nuk ka qenë fare, domethënë ka 19 vjet kishte pa hyrë në një studio dhe ishte e vështirë kjo gjëja që ti bëje gjithë bashkë dhe që ty në studio? Më shumë në thonjë se ishte vështirësia në studio se sa të bëri të gjithë bashkë. Ajo të bëri gjithë bashkë erdhi si një proces, le ta themi, natyror, si më thënë, i të tre neve, domethënë ishte momenti i duhur për to se ne kishim planë edhe ishte vështirë te pjesa e incizimit të këngës se gjithë këto gjëra. Po shikoj, dhe shumë e lehtë nuk ishte se ta thash, nëse flyt vet futboll dhe ti bish topit siç i kanë pasur Ramon përpara s'është si soi. Nuk i bie. Shikoj, edhe krahasimi dhe është dhe nuk është, sepse po ka. Ne lam grupin kur ne ishim të tre nga 20 vjeç. Është vërtet. Dhe sot jemi të tre bëjmë një shekull. Kështu që vim si tre burra nga gati 40-ta, të cilët sigurisht që kanë informatë, kanë shumë më shumë edhe për të. Edhe eksperiencë dhe gjithë. Me rëndësi që është mbajtur çfarë pa diskutim. Por ne në tekstet tona është reflektuar gjërat e impresionet e jetës, kështu që sigurisht vime një bagazh shumë herë më të madh, por me rëndësi që bërthama e tu farm është mbajtur.
pjesa tjetër sigurisht që janë bërë ato lavazhe, ne kemi rroba më të mira, më të bukura. Po. Ndoshta as më të mira, as më të bukura se njeriu që lidhur me kujtimet. Se unë mbaj mend kohën tonë se flas të sajushëm, kemi saju atë, se jemi një brez, një lagje. Që unë kam fol shpesh me ta, se kam shumë vite që kam jetuar atje 16 vjet, nuk jam pak dhe për herë që kam fol me ta, paktën ata nuk kanë shkuar me çizme elastikun në shkollën fillore. Ne kemi shkuar me të gjëra. Kemi shkuar me ato sandale që na çajin, gishtat e ishin ato. Me një top që ishte pa pulla që lunim gjithë e lagja. Por, këtë gjë që unë se mendoja janë, ose më saktë doja ta evitoja gjithë kohës, ja pra erdhi momenti që themi që ato kanë qenë kohë të bukura dhe ne dalim si ata pleqtë e vjetër. Dgjoj kanë qenë shumë vështira. Po ndoshta mendoj që as rroba, se këtu doja dile, as çizme, as rroba, as elastiku nuk ta bën njeriu se sa forma dhe energjia që ne kishim me njëri tjetrin ose njerëzit me njëri tjetrin. Dgjoj, unë s'do të mbaj shumë këmbë, sepse ne të klanit jeni kapitalista. Jo, nuk i lo. Jo, jemi njerëz po të morëm të shtëpia të japim kafe. Atë ulemi te kafe. U bë, ikim. Tu farë në i shohim festival, ha? Tu farë në i shohim festival, dhe jo vetëm që do i shohim festival, por çfarë kam bërë vetës. Do të thuash ti, në gjithë të vite, do më thënë, t'jesh me një grup, qofte edhe me një person, pra ti dhe një tjetër, duke që të dy shqiptar, është një problem. Se ti di që dy shqiptar, për shumë, do të thejmë unë ty, ku do ikim, ti do të shkëte, unë do të thejmë andej. E vërtetës, kam një problem me një shokun tim, sa herë ulemi kafe, i provojmë gjithë tavolinat e sa i thotë shumë, ku do ikim ku dush. Ti shkon ja këtu, pa ja këtu më çfarë. Për kalojsh ikim 3 orë. Ne do të hajë ikim shtëpi do fal. Dhe kështu, jo më pastaj me 3 njerëz, dhe aq më tepër me 3 njerëz, të cilët 2 nga këta janë ta thash edhe pak më herët që janë shkëputur nga gjella e showbizit, që janë shumë herë më mirë, që janë shumë herë më përgjegjshëm. Që do të thotë edhe në prova në studio, çuna duke pasur edhe pak këtë shkëputin e madh duan që dalin sa më mirë. Ndërkohë që unë veten time e di dhe procesin tim si vetë artistik të prova, jam pak më neglizhent, si më thënë. Tani futeni për një çmim aty në festival apo për çfarë? Tash kur futesh në një kompeticion, është një si të futesh në një maraton, kur futesh në një maraton ke disa qëllime në veten tënde, që do kam një qëllim që do vrapoj pa fituar çmime për këtë kaos, apo kam një qëllim që është pse maratona për fituar çmimin e parë. Ti për herë ke pas në i gjë për shkakun sikur të ka munguar me ndaj festival kur ke shkuar ose në një debat, në një gjë. Çmimet e para do e kesh të vit mendon apo unë nuk dua të kem. Apo do shkosh si të zhveshur të vit. Unë nuk dua të kem debate. E ka për rrugës? Unë po shkoj në qoftë se do të ketë hapësirë dhe unë do të cënohem. Kur them unë grupi në rasti konkret, atëherë po do ketë debat. Unë nuk dua që të ketë padrejtësi. Ky është viti i parë i cili mua më pëlqen shumë fakti dhe mënyra se si do votohet, pra publiku do të ketë peshën madhore. Mendon që do jetë më fair? Unë mendoj se është shumë fair, dhe sepse do mbylli shumë paragjykime. Në momentin që në Eurovision një material e vendos publiku çfarë do lloj materiali të jetë, kanaçe në thonjza ose një zhverë e shtrenjtë, ai le të shkojë. Ata e kanë fal. Ore gjërat janë shumë të thjeshta. Ore po këta më duket edhe këtu mund të rregullojnë gjërat. Ku në Eurovision? Jo, te publiku. Se e dinë shqiptarët kemi të gjëra. Shiko. Edhe kur ta bësh kështu me dorën tënde ta kapësh prapë do të thosh duket unanimiteti publikut ndjehet. Këtë e ndjen për shembull edhe në zgjedhje. Domethënë shumë zgjedhjet janë le të themi etaloni më logjik matës. Kur ti të nesër në të zgjedhje ke dhënë votën X-it, edhe të nesër ka fituar X-i, në mas ti e ndjen që kjo është e drejta. Nëse është e kundërta, sigurisht ndjehet gjë, se do ketë një revoltë një gjë. Nëse ta thash edhe pak më herë, do të fitojë publiku do vendosë një tjetër material i dobët, le ta përfaqësoj të gjithë dhe ne, fundja fare kanë thënë 2000 e kusur vite përpara, një popull meriton qeverinë që ka, dhe në rastin konkret një popull meriton këngën që do të vendosë vetë. Kak, me ty duhet me marrë bukë me vete, sepse ke aq shumë gjëra për të folur e trish plani, emision. Ofron edhe bukë, ne mund të marrim edhe një gjë poshta për Vjen ai. Kishin ngjelur sa gjëra, pa merak për të pjesën tani do doja i madh. Do doja ti ke prekur gjithë troja shqiptare. Shqipfolce. Po. Ke qenë Kosovë, ke qenë Maqedoni, Kosovë edhe ke jetuar. Tani më trego pak me atë që ke parë ti kohëve të fundit.
ku ndryshon muzika këtu në Shqipëri me atë që bëhet në Kosovë? Pse në Kosovë ka më shumë klikime, pastaj ajo është për tu folur me vite, me muaj të tërë, pse ka më shumë klikime ose pse është më komerciale ta themi. Megjithëse edhe ne kemi këngëtarë që janë nga Shqipëria që kanë klikime, por atje më duket sikur ka më shumë. Shiko, unë mendoj, ose është më komerciale. Unë mendoj, mos e lëm te klikimet. Nëse do të jetë pyetje shumë vend, por që ka hapësirë shumë të madhe. Unë do ta thjeshtoj, do tentoj ta thjeshtoj. Në vitin 1994, kur në Shqipëri interneti, në akses në internet kishin 2, 5 apo 6 institucione në total, ose ndoshta dhe fare, në 94 në Kosovë ka pas kompani të cilat ofronin shërbim në internetit. Që do të thotë, në kulturën online, populli shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë nuk janë shumë i sigurt, nuk e di situatën se si është, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë herë më të avancuar ose përdorues shumë herë më të mëdhenj. Po si popullsi nuk është më e madhe se Shqipëria. Si popullsi nuk është shumë më e madhe, por ki parasysh që emigracioni ose shqiptarët që ndodhen jashtë Kosovës ose shqiptarët e Kosovës që ndodhen jashtë, mos harroj që janë shumë të lidhur me Kosovën në mentalitet, në muzikë, në traditë, në të gjithë gjën. Që mua sa më janë e mirë, aq më janë edhe relativisht e keqe, sepse në momentin që lindesh dhe rritesh në një vend X qoftë ai, sigurisht ti mbaj traditët e tua, por duhet ta updatetohesh edhe me kohën edhe me, domethënë, nuk kam asnjë gjë kundër traditave, megjithatë ka disa momente që kur shkoj jashtë edhe shoh komunitete shqiptare që do jem një përshtypje sikur jam kthyer mbrapa në kohë në disa gjëra. Ndërkohë që nuk është kështu, gjenetikisht ai një rraf shumë e zgjuar për të evoluar. Sa i përket pastaj, ki parasysh që edhe të gjithë klubet ose ata që kanë kontroll muzikën shqiptare, gjellën, në përgjithësi muzikën shqiptare, ty ta bën pak njerëz. Ty nuk ta bëjnë as producentët e mëdhenj që janë qarkullim, me gjithë respektin që kanë. Tregun e muzikës shqiptare, Kosovë, Maqedoni, kudo flitet në Shqipëri, ty ta bëjnë pronarët e lokaleve. Pronarët e lokaleve që ndodhen në këto troje, edhe në diasporë, ty të përcaktojnë se kush do të jetë hit ose jo. Pra, ti momenti që ty nuk mendon që ata pronar, fal që në pres, e shohim pak edhe sa klikime ke. Një pronar për një X arsye që ti e di, më mori para ca ditësh në telefon për një X artiste time, edhe më tha, por janë ore sa ka? Po, sa milion klikime ka. Duhet kishte kaq që të mos ma kërko këtë çmim sepse duhet kishte kaq klikime. Ka shumë raste që ka shumë raste që kanë dështuar këngëtarët tona shumë të famshme që i është kërkuar nga pronar në Zvicër në Gjermani që të ketë mbi 2-3 milion klikime. Ka shkuar këngëtarë në fjalë se i ka mbi 2-3 milion klikime, por hyn ato këngëtarë që masturbohet me veten, të shohin veten u sa shumë e madhe jam unë, duke bler klikime, ka shkuar dhe kanë ardhur 100 veta në koncert. Domethënë kjo gjëja zbulohesh edhe, por brapa kësaj mendoj që është një makinacion shumë herë më i madh, zinxhiri i të bërit art në Shqipëri. A ke menduar vetë që se jo të blej dhe unë za klikime drejqit aj, pse jo ta shesh veten pak më shumë? Sepse kështu e do ky treg, kështu e do kjo gjella. Unë mendoj se cili ka, jo të saj gjëri ka të shumë mirë, kryeministri. Mendoj që të saj gjëra në jetë duhet që njeriu të di kur të tërhiqet në thonjza për t'i lënë hapësirë një tjetrit. Më saktë, nuk është që ti lë ti hapësirë tjetrit sa ai tjetri ta rrëmben hapësirën. Unë kam pas periudhën time të klapingut, le të themi nëpër klabe, nëpër gjëra. Jo se nuk duhet ta bëj tani, por automatikisht jam tërhequr që mos ja bëj më, sepse nuk jam dhe shumë i updateuar me muzikën, le të themi që sot është in, që unë të bëj trap apo të bëj drill apo sepse ta bën 20 vjeçari. Nuk më rri mua këtë gjë në pet punktin. Kështu që në gjitha polimin artistik, po flasim përgjithësi për tregun. Po flasim, a mendon që një nga ngërçet të tregut shqiptar në Shqipëri është edhe strukturimi i atyre labelave ose shtëpive, label në thonjza, po label është fjalë shumë e madhe, sepse nuk kemi në trojet shqiptare një label të mirë fill. Po, ashtu siç vetë shohim veten gjithë, se 3 veta një label nuk mund ta bëj. Shiko, ky menaxhimi i madh është si puna unë ndonjëherë krahasoj me çmimin e tregut të shtëpive në Shqipëri, të real estate-it. Domethënë kjo blerje e madhe në YouTube do ketë një moment që do të shpërthej, sepse është një gjë
bota online dhe ajo offline. Beson që ka shumë nga këngëtarë me miliona klikime që po bëjnë xhiron Tiranë nuk e njeh njeri. Dhe në të gjithë bumerangun artistik që mendoj të ndodhi shumë shpejt, vlerat e vërteta të artistëve, ata që me vërtet japin, sigurisht që do ngelen. Gjithmonë do të jenë janë komercialet. Domethënë tregu është i ndërtuar, bota është e ndërtuar, domethënë këngëtarët komercialë është si puna korrupsioni në internet, që të gjithë kemi mundësi që ta ndalojmë, por nuk duhet që ta ndalojmë, sepse është ajo para e pjesës që bën një lloj lëvizje vë botën. Pra ky këngëtari komercial vën lëvizje dhe mban me bukë le temi dhe njëmi familje të tjera. Si janë të njëmi familje janë, që të produktojnë që të që deri te ata njerëzit do vinë në klub. A duhet një rregullator? Rregullatori sigurisht duhet parashikuar edhe me ligje se ca njerëz, unë për shembull, kisha ca pushtet më shumë për ata që për disa që dalin në televizor ose në media, unë nuk do t'i kisha lejuar. Derisa media, kur them në media, flas në media televizive, ende se sa është akoma kështu siç është, sepse ty median e ke në dorë, e ke në telefonin tënd, por ndryshimi midis të vërtetës dhe jo të vërtetës tashmë nuk po merret dot më vesh. Kur ti shef një artist dhe futesh në Instagram e tij që është full me qindra mijëra ndjekës, unë si kisha dëgjuar ndonjëherë, ka shumë ata që s'kam dëgjuar. I futën në YouTube, shohin me qindra miliona klikime dhe në fund fare ti s'e di as këngët. Jo vetëm që si di këngët, po ai flet për para, për të ndrysh për miliarda për gjërat, në fund shkon shtëpi me abonen edhe i kërkon gruaja llogari, na sollen një lek se s'kemi çat ham. Po ky është më dhe tjetër, e kupton? Në këtë për të kthyer tek strukturimi i labelave, nuk di çfarë them. Unë vetë kam qenë krijues i një, le të themi, një labeli i cili e pash edhe u tërhoqa me kohë sepse po bësha gati pra një punë ose e bën tamam siç duhet ose e do fare. Tani kalojmë tek ajo gjëja që po bën tani për momentin. Po, kërcimi. Do si bukur se. Po. Tani çaj lidh Kastro me kërcimin. Po si lidh Kastro me kërcimin? Ja ta them mos, ne jemi rritur në arti, okay. Edhe ne jemi rritur në një lagje. Mbani vonë të plak në 90 atëherë po t'jap vite. Break dance. 96, 97, 98. San Paolo, refleksioni. Amfiteatri dhe të gjithë pjacalet ku shkërryeshin për rreth Petronimit. Ti sonin e mandë, sonin gjithë grupimi çuna që ne rritim aty në Tiranë. Do sonin ato breakdance gjithë e shifshin. Ku ishte çaj? Krokodili. Po, krokodili pak e kemi kapur, unë pak. Po, edhe krokodili, për ata që se dëgjuan. Po, pra, vetëm gjë që më lidhte mua ishte këto zvarritjet që unë bëja kur isha 14 vjeç, 3-14 vjeç, edhe më rrifta mami se ngrisja çorapet. Se tash nuk ato ishin kushtet. Dhe që atëherë kërcimi im nuk ka qenë në dy, ka qenë ditët ngushta në fund. Krevat. Ja, më është si krevat. Ti vjen krevat e bëj kështu. Po. Kështu natyrë jam. Po sa gjë një krevat ti lloj kërcej. Ti natyrë shumë. Pastaj vjen difteza nga produksioni dhe në fakt vjen si liçim déjà vu. Fix déjà vu tash. Déjà vu. Para 9 vjetësh fix unë kam qenë pjesëtar në Dancing with the Stars Albania. Pra e kam kaluar një këtë, vetëm se para 9 vjetësh unë isha pjanec, ose isha qetë alkoolin, si më thënë. Dhe kur meri ftesa e dytë, thashë u sa mirë, thashë ky është momenti që Kastro është i updateuar, Kastro Rezistor 2.0, një eksperiencë e re më gjatë, si shumë gjëra të reja, sa do që i kam kaluar në jetë me njëherë pas lëndës alkoolit, pra janë është një lloj rindindje. Eksperienca shumë mirë, shumë e bukur, më ban trupin në formë. Kam atë aktsion time çdo të hënë për të thënë bër apo të paktën për të dhënë ca pozitivitet për anizë njerëzit në javën më mirë. Edhe kaq, pjesa tjetër pastaj është tashmë më shkryer një lloj pune këtë gjëja. Jo më shkryer, po punë, më do me këta hap. Dgjoj, ne përfund zakonisht jap një ca pyetje që ti shpërthesh. Janë ca pyetje që mund të përgjigjesh shumë shpejt. Në kështu. Po, në specë. Po ti jem sot ti më ti ke po dhe vetë ato gjona. Dhe jesh ti edhe kamera e emisionit ton. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionet. Unë falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime. Faleminderit. Edhe ta thash me njëri që të kam parë disa herë, po ta thash. Ta thash me njëri që jo gjithë do pëlqyer. Por vetja ime nuk do të pëlqej. Jo, nuk do të pëlqej as pak. Do të pëlqej. Do të pëlqej. Ta lëm Kastron me pyetjet. Cili është gabimi i madh që keni bërë, që kam bërë? Kam bërë shumë gabime në fakt, shumë gabime. Megjithatë, nëse zot ishin bërë këto gabime, atëherë nuk do të kishte pasur një rrjedhë, një shkak pasojë të gjithë gjërave deri në momentin që unë jam këtu. Dhe kur them jam këtu, kjo është si pasojë të gjithë atyre gabimeve. Megjithatë, kam bërë
ndihem shumë i penduar në fakt në shumë momente që kam neglizhuar, në thonjza, sepse s'ka qenë neglizhimi i qëllimit, në kohën që kam kaluar me fëmijët e mi. Kjo si pasojë e varësive që kam pas, por u mendoj që njeriu mund të rigjenerohet edhe sigurisht që gabimet që ka bërë t'i mbuloj, mund t'i sheshoj edhe sigurisht që t'i kthej back në më të mirën e vet. Po janë të shumta. Me rëndësi që njeriu duhet të rivi në mendje. Kur keni qarë për herë të fundit? Marr Arian ti me këto pyetjet. Pse s'mi bërë në sy, po mi lë kështu mua në vetmin time. Kur kam qarë për herë të fundit? Për herë të fundit kam qarë, edhe po tregojmë shumë i sinqert, kam qarë fiks para 3 muajsh kur Dankani, djali i madh, iku për filluar një jetë të re në Spanjë. Ai është një futbollist, tashmë i federuar, tashmë profesionist. Megjithatë, të iki fëmia nga shtëpia, si më thënë, 16 vjeç, kur unë vetë jam djem, ku e dion, do më thënë, kur unë vetë e kujtoj si djetë ditën që i matë në përcolli kur unë ika në Romë, të ikën një cope madhe e zemrës, megjithatë duke pas parasysh që jeta, karriera e tij të jetë më mirë, sigurisht që ndihem shumë herë i plotësuar. Pa harruar dhe 20% që ai ka detyrimin gjithë jetës që duhet të pagoj. Danka. Kolegu më i keq që keni pasur. Ua. Kolegu më i keq. Po nuk ka koleg të mirë, koleg të keq, ka bashkëveprim energjish. Unë mendoj që njerëzit jo rastësisht rrinë, qëndrojnë edhe janë, kalojnë koha, apo aq më tepër pastaj kur kemi bëjmë me koleg, japin edhe marrin art. Ka bashkëpunime të këqija, po jo koleg të këqij. Dhe me këtë jo se unë jam bërë një farë diplomati, sepse tani që po flasë po kujtohem edhe ca emra. Një koleg i keq është Castro Zizo. Të them si Klevis. I zgjidha hallet. A kalon me semafor të kuq? Jo, nuk kaloj kur me semafor të kuq. Nuk kam kaluar asnjë me semafor të kuq. Edhe kur kam qenë abuzues, sepse pikërisht se kam qenë abuzues kisha frikë. Nga vetja që do isha abuzuar, do kalosha me semafor të kuq dhe do vdisja. Do të thënë, gjithë ky kaçi ka zhizo që shtypi makina. Aq më tepër të ishte në një makinë. Kush shtypi makina e Dhe për një arsye tjetër shumë të madhe që kur kaloj me çunin e vogël, ai di tashmë ngjyra të tjera dhe më duhet që të jap shembullin e mirë që asnjëherë nuk kaloj me semafor të kuq, solo apo grup. Secila ka të vetën. Megjithatë si egocentrist që jam, çuna jo du shumë solo. Do të thënë, kam probleme edhe me veten, jo më shumë. Shiko, edhe juve ju du shumë, por me grup. Solo. A ju ka trahtuar, am kanë trahtuar? Nuk e di. Jo sigurt po. Sigurt po. Jo sigurt po. Po njeriu është që më mirë s'ka parë s'di. Po do mikë të trurë në fakt. Po të merja vesh sot që dikur qoftë edhe një tradhti para 20 vjetësh do mërzitesha. Kështu që ju të gjithë që më keni trahtuar, mbajtni për vete. Po, mbajtni për vete. Shqyqy që s'është pyetje a ke trahtuar ti të tjerët, sepse jo, s'e kam bërë. Qasi për femra. Po, do më thënë, ajo dashuri me shikim të parë, apo po, unë besoj në dashuri me shikim të parë, sepse nuk është kot, termi ndoshta është shumë modest, do më thënë është bërë shumë mainstream, dashuri me shikim të parë, gjon kudo, por energjia që ti merr nga një femër që në takimin e parë, në ato raste që është dashuri me shikim të parë, sigurisht që e besoj. Gruaja ime aktuale është një dashuri me shikim të parë. Kështu që funksionon, kemi sjellë në jetë nga fëmijët më të bukur në botë. Në fakt është fëmia më i bukur në botë, jo nga. Faleminderit. Jam shumë i mirë, por jam shumë pis. A kishit hyrë Big Brother? Si eksperiencë kam kaluar, për momentin jo. Nëse do të ishte në mes, le të themi që orë, dita, sekonda ime do të kishte do të përkthej edhe në para, ndoshta. Momenti pa para është një moment që në jetë jam shumë pragmatist, shumë, më quani materialist, por
Kjo që është online, që është brenda meje, duhet materializohet me këtë që është offline, kështu që po, qofse më japin lek, aq sa unë dua, do futem. Pengu më i madh i jetës tuaj. Mërë janë djali, ku i gjej këto pyetje? Po, pengu më i madh sigurisht është që i më dha shpirt në duart e mia dhe nuk arriti të më shihte si ajo donte të më shihte. Edhe ndoshta ky është pengu më i madh. Megjithatë që mos bëjmë edhe kështu si në këto në terminologjinë hollywoodiane që kema sheh nga lart edhe ndoshta ajo po shef edhe këtë pjesën e përmirësimit tim. Janë ca gjëra që asnjëri njeriu nuk gjen paqe me veten e vet, sidomos në këto pengje. Megjithatë, siç e thash, është më rëndësi që njeriu ta gjej veten, ta pastrojë, ta nxjerrë nga maska e të pistës që ai gjendet, që e bën veten, apo sistemi e bën atë, dhe për të rilindur.